Hynë në javën e dytë të bojkotit të mësimit nxënësit në shkollën fillore Rilindja në Vaksinc. Në vend të fëmijëve të tyre, objektit të disperzuar periferik të kësaj shkolle në komunë të Likovës janë mësyn prindërit e tyre. Ata kanë shqetësimin se nuk po i mëson fëmijët fare arsimtarja gjuhës angleze me inicialet SS dhe kanë dilema edhe për gjendjen e saj shëndetësore. Ne pritëm në shkollë për ta pyetur, por ndërhyri bashkëshorti i saj me profesion doktor neurolog, për të cilën prindërit kanë dyshimin se ai ka falsifikuar raportet mjekësore nga Spitali i Kumanovës, me të cilat ajo vazhdoi me punë. 20 vite punon, s'ka dim, por sjelljen s'kam me thonë çash nuk çishe pa vetë, burri vetë çish reagojke. Ndonë se prej shumë vitesh e punësuar aty, prindërit thonë se muajve të fundit ka eskaluar situata, ku përveç aftësive të dobta në anglisht, fëmijët kanë nisur të shfaqen edhe shenja të traumave në shtëpi. Arsimtarja sipas raportit policor të SPB Kumanov, në Vjeshtë është zhdukur dhe pas gjetjes ka marrë 2 pushime mjekësore, njëri prej të cilit me diagnozë neurologjike. Ngjarja e fundit që ndoshta i kanë gjallë këtë prindët të reagojnë në këtë mënyrë ka qenë edhe vetike e mësuesës nga shkolla, e cila ka marrë drejtimin të panjohur dhe mas 24 orë ndoshta më shumë është gjetur me anë të intervenimeve policore, me anë të njësive të shpejta për reagim, domethënë është gjetur në fshatin Runic, që është larg nga këtu, edhe e njëjta po që atë ditë ka hapur domethënë në pushim mjekësor dhe deri me domethënë 31-shin të 12 muaj ka qenë në pushim mjekësor. Rreth 100 nxënës nga klasa e parë deri në të 5-ën vazhdojnë të mos vjojnë mësimin, ndërsa peticioni i firmosur nga prindërit kërkojnë që ta largojnë nga puna arsimtare në gjuhës angleze. Ata kërkojnë edhe një kontroll të jashtëzakonshëm sistematik shëndetësor në bazë të nenit 19 të ligjit për mësimdhënës. Ne kërkojmë mbledhje, ai nuk përgjigjet. Domethënë bojkoti ka filluar nga dita që ka filluar gjysmëtori ditë, edhe fëmijët janë bojkot, nuk ka asnjë reagim. Kemi bërë te avokati i popullit, kemi bërë te drejtori i shkollës, kemi te inspektoriati i arsimit, asnjë përgjigje. Ne kemi kërkuar që personin fjalë, domethënë ta kryejë kontrollin psikologjik në Shkup, këto e dërgojnë këtu nëpër institucionet në Kumanov, e bin një vendim i cili për neve është i pa bazë i vendim. Dhe ne nuk kemi garanci dhe as siguri që t'i besojmë atij vendimit Kumanovës. Përgjigjen që e morëm prapa kamerave nga bashkëshorti i saj ishte që nisma e banorëve është e organizuar politikisht duke insistuar se raportet mjekësore të Kumanovës janë relevante. Klasët vazhdojnë të jenë bosh, por prindërit nuk heqin dorë nga bojkoti siç thonë për çështje sigurie. Shqetësimi është se edhe vajzat kanë shfaqur një lloj frike, nuk janë të sigurta, domethënë edhe gjatë njësisë mësimore, mësuesja domethënë nuk zhvillon njësi mësimore. I çon krejt domethënë çetër land me bë vizatim art. Edhe ne si prind kërkojmë zgjidhje. Po te institucione. Po, a jeni të shqetësuar vetëm për shkak të arsyes se ka anomali në mësim apo edhe për çështje të sigurisë? Po edhe më shumë edhe për çështje sigurie, domethënë nga ana, jo për çata jemi të bue. Drejtori i shkollës qendrore Rilindja në fshatin Gjitur në Llojan tha se ankesa do të shkojë në shkallë të dytë në Inspektoratin e Arsimit në Shkup dhe ata do të konstatojnë nevojën për një komision të formuar nga niveli qendror për vazhdimin e kontratës së punës së arsimtarës SS. Prind e kanë kërkuar këtë, ne do ta bëjmë këtë. Ne kemi frikë të kompletojmë dokumentet dhe në bazë të kompletimit dokumenteve që dërgojmë në Shkup, ato vetëm janë të informuar këtë drejtim, po kërkojnë dokumentacion. Ne do t'i çojmë dhe ato e kanë për obligim dhe për detyrë të na përgjigjen kërkesës sonë dhe na fat ne nesër do të dërgojmë, domethënë në Inspektoriatin e Arsimit në Shkup dokumentacionin. Dhe ta shohim edhe peticioni që është i organizuar, po që e kanë proprin në shkollë, domethënë pas kompletimit dokumentacioneve, ne nëse kemi dokumentet komplet, nuk mund bëjmë asgjë. Komunikuam edhe me kryetarin e komunës Likovës Erkan Arifi, i cili na tha se përmes sektorit për arsim komunal është intervenuar në organet kompetente relevante dhe pritet që çdo vendim i tyre të zbatohet nga komuna. Derisa të zgjidhet ky lëmsh, fëmijët mbeten pa mësim.